Në një kohë kur gjithçka ndryshon shpejt, familjet po bëhen më të brishta, fjalët bëhen më të ashpra, heshtjet më të gjata dhe lidhjet më të dobëta. Por të moshuarit dikur thoshin: një shtëpi nuk mbahet me mure por me zemra. Dhe ata kishin disa sekrete, mësime të thjeshta por të fuqishme, që mbanin familjet të bashkuara edhe në kohët më të vështira. Sot do të zbulosh 7 nga këto mësime të lashta, që mund të ndryshojnë energjinë e shtëpisë tënde dhe të mbrojnë ata që do më shumë. Të parët tanë nuk flisnin shumë, por kur flisnin fjalët kishin peshë. Ata e dinin se jo çdo betejë duhet luftuar me fjalë, sepse ndonjëherë një fjalë e thënë në zemërim mund të dëmtojë më shumë se një veprim. Heshtja nuk është dobësi, është kontroll, është zgjedhje, është aftësia për të ndalur një konflikt para se të bëhet plagë. Në një familje kjo është mbrojtje, sepse shumë ndarje nuk fillojnë nga gjëra të mëdha, por nga fjalë të vogla të përsëritura. Kur mëson të heshtësh në momentin e duhur, ti nuk humbet, ti ruan paqen, dhe paqja është themeli i çdo familjeje të fortë. Në shumë shtëpi të vjetra tryeza nuk ishte vetëm një vend për të ngrënë. Ishte vendi ku familja bëhej një. Pas një dite të gjatë të gjithë mblidheshin, jo për ushimin por për njëri tjetrin. Aty ndaheshin historitë, shqetësimet dhe gëzimet e vogla të ditës. Sot shumë familje janë fizikisht bashkë por mendërisht larg. Telefonat në duar, heshtje në vend të bisedave, prani pa lidhje, dhe ngadalë lidhjet fillojnë të dobësohen. Por kur një familje vendos të ulet bashkë, pa shpërqendrime ndodh diçka e thjeshtë, por e fuqishme. Ata fillojnë të dëgjojnë njëri tjetrin, dhe dëgjimi është fillimi i çdo lidhjeje të fortë, sepse nuk është ushqimi që ushqen familjen. Janë momentet e ndara. Të parët tanë thoshin shpesh: rruga e një fëmije ndriçohet nga bekimi i prindërve. Kjo nuk ishte vetëm një shprehje, ishte një mënyrë jetese. Respekti për prindërit nuk ishte detyrim por kuptim, sepse ata përfaqësonin rrënjët fillimin historinë. Kur një njeri haron rrënjët e tij, ai fillon të humbas drejtimin. Por kur ai nderon diçka ndodh brenda tij. Ai bëhet më i fortë, më i qëndrueshëm, më i lidhur me atë që është. Edhe nëse nuk pajtohesh gjithmonë mirë, njohja ka fuqi, sepse ajo hap një rrugë të brendshme që sjell paqe dhe drejtim. Dhe ndonjëherë një fjalë e thjeshtë si faleminderit mund të ndryshojë më shumë se sa mendon. Një shtëpi nuk është vetëm një vend, është një energji. Është mënyra si flitet brenda saj, si trajtohen njerëzit, si ndihen ata kur hyjnë brenda. Të parët tanë e dinin se një shtëpi duhet mbrojtur jo vetëm nga jashtë, por nga brenda. Nga fjalët e rënda, nga tensioni i vazhdueshëm, nga mungesa e respektit. Dhe për këtë ata përdornin diçka të thjeshtë: lutjen, jo si ritual por si mbrojtje. Sepse kur një familje lutet, krijon një ndjenjë sigurie që nuk shihet por ndihet. Një qetësi që qëndron edhe kur jashtë ka stuhi. Një lis i fortë nuk rritet në ditë të qeta. Ai rritet në erë në shi në stuhi. Dhe kështu është edhe jeta. Shumë prindër përpiqen të mbrojnë fëmijët nga çdo vështirësi. Por në të vërtetë forca lind nga përballja. Një fëmijë që mëson të qëndrojë i fortë në vështirësi, bëhet një i rritur që nuk thyet lehtë. Familja nuk është vend ku shmangen problemet. Është vend ku mësohet si të përballen ato. Në çdo familje ka momente që lëndojnë. Fjalë që nuk duhej të thuheshin. Veprime që lënë gjurmë. Por ajo që ndan familjet nuk janë gabimet. Është mungesa e faljes. Të mbash inat është si të mbash një plag të hapur.
Ajo nuk shërohet, vetëm thellohet. Falja nuk do të thotë të harrosh. Do të thotë të zgjedhësh paqen mbi dhimbjen. Dhe kjo kërkon forcë. Në fund, ajo që mbetet nuk janë gjërat materiale. Janë vlerat. Janë kujtimet. Janë mësimet që kalojnë nga një brez tek tjetri. Një familje e fortë nuk matet me atë që ka, por me atë që lë pas. Besimi. Dashuria. Forca për të qëndruar bashkë. Nëse e ndjen këtë mesazh, shkruaj në komente. Familja ime është bekimi im.